Pacha me ju o vëllezër dhe motra, sot liturgjia e fjalës mendoj se në qendër vendos mirënjohjen. Në leximin e parë shohim se Naami sirian që ka qenë një i kërbulur, duke dëgjuar, duke u bindur fjalës që i ka thënë profetit, ai pastrohet, më thënë shërohet dhe me njëherë ka këtë qef me dhanë një dhurat që Eliseu nuk e pranon, sepse Eliseu vepron në mënyrë falas. Dashuria e Zotit është falas. Ashtu vepron Eliseu. Psalmi është një prohoritje, është kaldin, sepse Zoti i ka treguar popujve e botës shëlbimin e vetë dhe drejtësinë e vetë. Zoti që shpëton. Shenja e shpëtimit është falënderimi, sepse shpëtimi vjen falas, nuk është forca jonë, nuk është vepra e duarve tona. Edhe Shempali që ka eksperimentuar këtë gjë ka një zell stërmadh për të shpallur ungjillin të tjerëve, se edhe të tjerët të takohen me dashurinë e Krishtit. Edhe ai mban me veten edhe vuajtjet, veten për të shpallur ungjillin. Edhe mirë, sot kemi një ungjill që është në lidhje me këtë punë, la ta dëgjojmë me vëmendje. Leximi i ungjillit shenjtë sipas Lukës. Duke udhëtuar për Jerusalem, kalojnë nëpër Samari e Galile. Kur hyrin në një fshat, i dolën para 10 të gërbulur. Ata zumë vend larg e filluan të bërtasin. Jezus, Mesues, ki vim për ne. Kur i pa u tha, shkoni e paraqituni priftërinjve. E ndodhi që, ndërsa po shkonin, u pastruan. Njëri prej tyre, sipas e u shërua, u kthye duke lëvduar hyrjen me zë të madh. Rapën mbys para këmbëve të Jezusit dhe ju falenderua. E ky ishte Samaritanas. Jezusi mori fjalën e tha, po a nuk u pastruan të 10-tët? Ku janë 9 tjerët? A nuk u gjet asnjë që të kthehet e t'i jap lavdi hyjt përveç këtij të huaj? Qohu e shko, i tha, feja jote të shpëtoj. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht. Mirë, këto të gërbulur janë imazhi i njerëzimit. 10 është një numër simbolik, për me thamë për këtë gjë, për njerëzimin, krejt njerëzimin, që është i gërbulur. Edhe ata përballë Krishtit kërkojnë këtë nder. Me pas atë mshuri për ta. Gërbula në këtë kuptim është imazhi i mëkatit. Mëkati që na largon prej njerëzve, mëkati që bën që ne të jena si njerëz, si thojnë në anglisht, The Walking Dead, njerëzit si zombi, që ecën, por si të ishin të gjallë, por në fundin janë të vdekur. Kanë vdekje për brenda. Edhe ata me emrin personal, Jezus. 3 herë përmendet në ungjillin e Lukës emrin e Jezusit në këtë mënyrë personale. Është i verbër i Jerihos, që therret të 10 të gërbulur, edhe në fund hajduti i mirë, cubi i mirë, që therret Jezusit me emër. E të gjithë ta janë mëkatarë. Më dhe njerëz që sipas botës janë të braktisur nga shoqëria, nga vetë hyj, por që takojnë në Jezusin dikënd që është afër, që me të cilin ka mundësi me pas një marrëdhënie personale. Por mirë, to 10 janë të pasruar.
por vetëm një kthehet, një Samaritanas, jo vetëm që ishte mëkatar, ishte një heretik, një Samaritanas ishte një heretik për hebrejnë. Edhe vetëm ai njeh në Jezusin vetë Zoti. Sepse ai kthehet për me dhanë lavdi hyjt, edhe kthehet për me dhanë lavdi hyjt, duke falenderuar Jezusin. Ky njeri nuk ka qëndruar në dhuratën. Këto 10 përgjithësi kanë kërkuar një nder. Ka marrë nderin, por vetëm një ka kaluar nga dhurata tek dhuruesi, që është Jezusi. Nuk kanë kaluar nga një marrëdhënie tregtare. Ai, Samaritanas, ka kaluar në një marrëdhënie personale. Atëherë, ky kthim që ai ka pa tek Jezusi, kjo është shpëtimi. Të tjerët kanë qenë të pastruar, të shëruar, mund të themi. Vetëm një kanë qenë shpëtuar, sepse u kthye tek një marrëdhënie personale me Jezusin. Nëse ne kujtojmë në ligjin e Levitikut, një person që ishte pastruar nga shëruar nga gërbula, kishte me shku tek priftërinjt. Edhe priftërinjt kishin me verifiku se nëse ishte shëruar e me pa disa flit, edhe për mëkatet e veta, për mëkatet e gërbulurit. Ky njeri nuk shkon deri tek tempulli. Kthehet më njëherë tek Jezusi me falenderu atë. Pse? Sepse Jezusi është vetë flija për mëkatet tona. Ai është shkaku i shërimit tonë. E ne që bëjmë çdo të dielën, kur shkojmë në mesh, një emër tjetër për meshën e shenjtë është Eukaristia, që do me thënë punë falenderimi, me falenderu. Ky njeri shkon me kremtu meshën, mund të themi ashtu. Do me themi me falenderu për dhuratën e marrë, për shpëtimin që vjen nga persona Jezusit. Të shpresojmë që në këtë dielën, kur të shkojmë në meshë, të shkojmë tamam ashtu, me një zemër me njohëse për gjana që Zoti ka bërë, edhe që akoma ashtu pa dhe do të bëj në ne, me falenderu. Njerëz më të lumtur në jetë janë njerëz që dinë me falenderu. Të kurajo, që lëvdu Krishti.